Cila shqiptare po bën bujë në Turqi? Baba Stars vjen me këngë të re. Çfarë po ndodh me xhirimet e një filmi aksion shqiptar? Këto dhe disa të tjera i ndjekim bashkë në rubrikën tonë të fundit për sonte të pathonat e kësaj jave. Faqeve roz ju shtua edhe një personazh i ri. Armina Mevlani, prezantuesja e Dancing with the Stars Albania, ishte e ftuar në programin televiziv Apartamenti 2XL, ku gjatë performancës së saj, aksidentalisht ajo zbulon pjesët intime të trupit. Xhirimi ku shihet prezantuesja bëri nam në portale e rrjetet sociale, por pasi prive kontaktoi Arminën, ajo përmes një mesazhi sqaroi ngjarjen. Foto është e manipuluar pasi unë kam mbathje dhe ka qenë një incident që i ndodh çdo kujt pa dashje. Më vjen shumë keq që e kanë sjell kështu pasi unë gjithmonë kujdesem që mos ndodhin të tilla gjëra ndryshe nga shumë të tjerë që kam dëshirë të ndodh. Siz ikiniz hamamı hazır edin. Në rrjetet sociale ku shihej në The Voice of Turkey. U spekulua nëse Almeda do të ishte pjesë e këtij projekti, por pasi The Bodyguard është filmi i parë profesional i Alban Selimit, në të cilin trajtohet një temë interesante ku në luftë janë familja e ministrit të brendshëm dhe një grupi mafioz. Karakteristike këtij filmi do të jetë zhanri aksion, si dhe hera e parë e përdorimit të arteve marciale në filma shqiptar. Regjisori i këtij filmi është Mirton Gjekaj, skenari është shkruar nga Alban Selimi, ndërsa aktorët që do të luajnë në këtë film janë Kenan Gurgullovci, Adem Zhitopotoku, Dafina Dauti, Alban Selimi e tjerë. Ky film pritet të japë premierën në dhjetor në Kineman ABC, ku pritet edhe të ketë një sukses mjaft të mirë. Ka pak ditë që është lancuar kënga më e re e labelit Baba Stars, Bosat. Ky projekt është publikuar më herët se që është planifikuar, pasi që më herët 3 demo të këngëve të tyre janë publikuar nga persona të panjohur e dashakeq. Por ky projekt nuk do të finalizohet me videoklip. Baba Stars janë duke punuar në një tjetër këngë, Haj 2, klipi të cilës do të realizohet së shpejti për të gjithë fansat e tyre. Ditë më parë, një foto e publikuar nga reperi Stresi bëri bujë në vend, përveç u publikua si një foto shumë e përfolur, ajo i solli edhe probleme të mëdha rap artistit. Problematiku Stresi shihej në një dhomë duke pozuar me stoqeve të Ashashit, e kjo foto ishte alarm i kuq për Euleksin. Nuk shkoi dhe shumë kohë, Stresi u arrestua si dhe u konfiskua makina e tij. Por para burgimit i tij nuk zgjati shumë. Stresi qëndroi rreth 12 orë dhe më pas u lirua në mungesë të provave. Gjatë asaj kohe, reperit ju kontrollua vetura dhe shtëpia e tij, por Euleks doli bosh nga pronat e këngëtarit. Ato 12 orë sa ishte i burgosur, Stresit i shkëlbyen si inspirim për të shkruar tekstin e këngës më të re të tij. Kjo këngë do të jetë një lloj biografie e Stresit dhe do të shoqërohet shumë shpejt me një videoklip. Me 25 vite përvojë në profesionin e parukerisë, Bekim Lilja nga 1 nëntori ka hapur sallonin e tij. Risi në këtë sallon bukurie është interieri i saj, ndërsa në aspektin profesional, diferencën nga parukierët e tjerë do ta bëjë përdorimi i disa ngjyrave kualitative. Illumina Color është kompania e ngjyrave me të cilat Bekimi do të punojë në studion e tij, e kjo ngjyrë gjen përdorim edhe tek shumë aktorë të Hollywoodit, fal përmbajtjes me pluhur diamanti.